Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se opozita do të çojë në SPAK një padej për librin me projektet e arkitektëve të huaj që u bë publik pak ditë më parë me emrin dosjet shqiptare. Në një konferencë me gazetarët, Berisha përshëndeti vendimin e protestuesve të cilët gjithashtu quan këtë libër në SPAK, duke akuzuar kryeministrin Edi Rama se po e trajton Shqipërinë si pronën e tij, duke u adorëzuar sipas Berishës bregdetin bandave kriminale. I garantoj se Partia Demokratike po e studion dhe do paraqes akt padin tjetër po për këtë libër në SPAK dhe kjo dhe njëherë për ne konsiderohet dosja më kriminale. Kryetari i PD-s komentoi disa foto të cilat ai pretendon se u përkasin punimeve që po bëhen në godinën e kryeministrisë, duke akuzuar Edi Ramën se po shpenzon qindra mijëra euro për këtë çështje. Dënoj me forcën më të madhe vendosjen e këtyre ngjyrave në hollët e kryeministrisë. Urdhoni, sa kushtojnë e sa s'kushtojnë. Këto ngjyra janë ose të haremeve, ose të kinemave të seksit në Pigalle. Atje i kam pa unë këto. Berisha përsëriti se opozita mbështet kërkesat e protestuesve, ndaj ka dorëzuar zyrtarisht në parlament draftin për shfuqizimin e ligjit për investimet strategjike, shfuqizimin e paketës së maleve dhe anullimin e ndryshimeve në ligjin për zonat e mbrojtura dhe në ato për trashëgiminë kulturore. Kryetari i PD-s sqaroi se deputetët e opozitës nuk do të shkojnë më në seancë plenare derisa këto propozimet futen në rendin e ditës, e demokratët do të marrin pjesë vetëm në mbledhjet e komisioneve. Mbajtja e tyre pa i paraqitur në parlament është një fyrje shumë e rëndë për opozitën, protestën dhe për shqiptarët. Është një dhunim i të drejtave kushtetuese të deputetëve të opozitës. Parlamenti do të mbyll punimet në datën 23 korrik dhe në kalendarin e punës këto propozime të Partisë Demokratike nuk janë përfshirë. Ndaj pritet që deputetët demokratë të bojkotojnë seancat plenare deri në fundin e këtij sesioni.